Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjethja e mrekullisë që trajton pagjumësinë, tensionin e lartë dhe diabetin. Shqiptarët kanë një histori të gjatë të mbjelljes së dafinës në kopshte dhe në taraca dhe kanë gjetur 1001 mundësi për ta përdorur atë. Ajo besohet se sjell fat në familje dhe sipas gojdhënave thuhet se mbjellja e bimëve të dafinës afër shtëpive mënjanon goditjet e rrufeve. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur gjithashtu me vitaminën C, vitaminë B dhe A. Kjo e fundit nga ana tjetër është një antioksidant natyral që njihet për vetit në mbrojtjen e shikimit, por edhe për mbrojtjen nga sëmundjet e mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel të lartë të mineraleve si për shembull bakri, kaliumi, kalcium, mangan, hekuri, zinku dhe magnezi. Kaliumi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është gjithashtu thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina për terapi aromatike. Aroma karakteristike e dafinës ka veti qetësuese për mendjen dhe për trurin. Ajo gjithashtu hap rrugët e frymëmarrjes. Vendosni 3 deri në 5 gjethe dafine në një ende digjini. Aroma e dafinës do të mbush ambientet tuaja me një erë më të mirë dhe qetësuese. Dafina për flokë të shëndetshëm. Dafina është shumë e mirë për flokë të thatë dhe të dëmtuar. Për të rikthyer shëndetin e flokëve, juve ju nevojiten 24 kokra karafili, 5 deri në 6 gjethe dafine dhe ujë. Mbusheni një tenxhere të vogël me ujë dhe vendoseni atë në zjarr. Kur uji të jetë nxehur mjaftueshëm, hidhni karafilin dhe lëreni të valojë për rreth 10 minuta derisa uji të bëhet i verdhë. Shtoni gjethet e dafinës dhe përzijeni her pas here për 5 minuta dhe lëreni të ziejë dhe për 10 minuta të tjera. Hiqeni tenxheren nga zjarri, prisni të ftohet pak ujë dhe më pas skullojeni. Lëngun aplikojeni në rrënjët e flokëve, masazhojeni butësisht dhe mbështilleni me një peshqir dhe mbajini gjatë gjithë natës. Të nesërmen lajini flokun normalisht. Për lëkurën dhe dhëmbët, dafina është një gjethe e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant. Ajo ka një efekt shtrëngues për lëkurën. Ekspertët thonë se dafinën mundet që ta përdorni si maskë në lëkurë duke e bluar në formë pluhuri. Për këtë maskë juve ju nevojitet gjysmë lugë gjelle dafinë pluhur, një lugë gjelle ujë dhe përzijeni së bashku dhe vendoseni atë në lëkurë. Sidomos në qoftë se ju do keni njolla dhe nxirje. Ju mund të përdorni pak nga ky pluhur duke e vendosur në pastën e dhëmbëve për një pastrim më rrënjësor të tyre. Kundër gjakderdhjes. Nëse keni gjakderdhje të shpeshta nga hundët, duhet të përdorni dafinën. Hidhni 3 gjethe të grira trash të dafinës në një tenxhere të vogël ku keni hedhur 2 gota me ujë. Zjeni për 10 minuta dhe kullojeni lëngun dhe më pas pijeni. Të njëjtin lëng ju mundet që ta përdorni dhe në gatime për t'u dhënë aromën e ndezur dhe karakteristike. Gjethet e dafinës shërojnë këto sëmundje. Dafina dhe sistemi tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik i cili ul nivelin e toksinave në trup dhe reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe gjithashtu arrin që të qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet të përdoret për të lyer kraharorin dhe ndihmuar me problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton të zjini ujë me dafinë dhe gjithashtu të shfrytëzoni avullin i cili do t'ju lehtësoj dhe do të eliminoj bakteret e rrezikshme, të cilat gjenden pikërisht në sistemin e frymëmarrjes, por kujdes sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson gjithashtu shëndetin e flokëve.
Nëse do të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe të heqësh zbogthin, atëherë përdor gjethe dafine, lagje ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin gjithashtu zbogthin dhe zbusin gjithashtu lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoloid, i cili redukton irritimin në zona të caktuara që mund të jenë prekur nga artriti. Dafina gjithashtu ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që i japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza dhe gjithashtu borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë gjithashtu një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjethteve të dafinës ulë gjithashtu edhe rrezikun e sëmundjes së diabetit. Vaj me gjethe dafine është kura e sigurt për të trajtuar variqet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit janë 60 gram gjethe të njoma ose të thata, 500 ml, 2 gota vaj ulliri, të cilën ju mund të shtoni edhe rozmarin për aromë. Mundet që së pari të coptoni dhe të shtypni gjethet e dafinës dhe hidheni në kavanos qelçi dhe mbulojeni ato me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here, kullojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni gjithashtu në shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Përdorimi. Vaj me dafin mundet që ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni për të fërkuar kyçe dhe gjymtyrët të cilët ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni edhe për të trajtuar ulçërën limfatike dhe migrenën dhe infeksionet e veshit. Nëse ju keni dhimbje të forta të kokës, aplikojeni atë në të dyja anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Konsumimi. Këtë vaj ju mundet që ta përdorni për problemet e stomakut, mëlçisë dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për plot 30 ditë. Kurën e përsërisni në rast se ju do ta ndjeni të nevojshme. Me dafin kundër gripit, bllokimeve dhe sekrecioneve. Kura e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë nxjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë dhe pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajini fytyrën pranë enës. Merrni frymthellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.